Në këtë libër do të gjeni copsa ku njeri flet për dhimbjen se si e la gjyshën prapa. Libri me kujtime Treni në kufi ndërmjet Tmerrit dhe Lirisë është promovuar të martën më 26 maj 2026 në Prishtinë. Libri sjell 20 rrëfime personale të mbijetuarve, të cilët gjatë eksodit të vitit 1999 u deportuan dhunshëm me tren drejt Maqedonisë së Veriut. Rrëfimet dokumentojnë jo vetëm dëbimin e dhunshëm e pasojat e luftës, por edhe frikën dhe forcën për të jetuar. Jonathan Hargreaves, ambasador britanik në Kosovë, thotë se shumë prej këtyre historive nuk u treguan apo nuk u dëgjuan plotësisht deri më tani. Andaj ky libër, thaj, ndihmon për ta ndryshuar këtë. Kjo nuk është një temë e lehtë, dëshmia këtu flet për frikë dhe humbje dhe jam i sigurt se për shumë njerëz këto ajo frikë dhe ajo humbje mbetet pjesë e historisë së tyre. Por këto dëshmi flasin edhe për qëndrueshmërinë dhe na sjellin ndërmend se të gjitha këto përvoja që kemi kaluar lidhen drejt për drejt edhe me të drejtat e njeriut. Prandaj këto kanë të bëjnë me të kuptuarit jo vetëm të së kaluarës, por edhe të së ardhmës. Prandaj është shumë e rëndësishme që këto të dokumentohen sepse krijon një hapësirë për reflektim, një pikë fillestare për dialog dhe një burim për të mësuar. Eliza Hoxha, hulumtuese në projekt, tha gjatë promovimit se ky libër është përpjekje për të dokumentuar dhe për të mos harruar. Dhe kështu, në këtë libër do të gjeni copsa ku njeri flet për dhimbjen se si e la gjyshën prapa. Dikush tjetër flet për vëllain e vetëm që ja ka dorëzuar në besim dikujt tjetër. E dikush tjetër rrëfen për maskim me rroba që të mos njihej, ndërsa Zana e Donika, të reja në mosh, me ndjenjën e entuziazmit se do të hypni në tren për herë të parë, pa pasur djeni se në çfarë rrethana dhe për çfarë ishte qëllimi i udhëtimit. Ata kujtojnë imazhet e njerëzve të vdekur, grashta zëna duke lindur në fusha të hapura apo në stacionin e trenit, viktima të dhunës seksuale e çka jo tjetër. Si këto kujtime të fundit duke lënë Kosovën prapa. Gjatë promovimit u lexuan edhe pjesë nga 3 prej rrëfimeve të librit. Aktoria Irena Aliu interpretoi pjesë nga rrëfimi i Miradije Dobruna Mehës, Albina Krasniqi interpretoi pjesë nga rrëfimi i Fjolla Nuhiut, kurse Vjosa Tasholli interpretoi pjesë nga rrëfimi i Bukurie Xhombalajt. Publikimi Treni në kufi ndërmjet Tmerrit dhe Lirisë është realizuar në kuadër të projektit Ballafaqimi me trashëgiminë e konfliktit. Ky projekt u financua nga Ministria e Punëve të Jashtme, Commonwealthit dhe Zhvillimit e Mbretërisë së Bashkuar përmes ambasadës britanike në Prishtinë, ndërsa u zbatua nga Integra dhe bashkëfinancuar nga Rockefeller Brothers Fund.